në intereset veçanta. Për shembull në Prishtinë, aktualisht e kemi Partinë Lidhjen Demokratike edhe Lëvizjen Vendoese. Unë sa kam por dhe kam vretur, ka lëvizje pozitive që mund të kenë një koalicion të moshëm mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike këtu në Prishtinë. Sërish. Domthon, pavarësisht se ata nuk kanë pas një qeverisje të mirë, edhe kanë qenë korxho të acaruar në raportet e bashkëqeverisë në raport me qeverisjen e tyre disa muaj apo vite, kështu që ata mund prapë të kenë një koalicion të tillë. Për shembull, në Gjilan e kena Lëvizjen Vendoese edhe Lidhjen Demokratike. Partia Demokratike bon qëndrim dhe do të ketë qëndrim, ndoshta me rekomandim që ka të thotë nivelin qendror. Po për shembull, nuk mund të ketë në nivelet e tilla, për shembull ku ndikojnë autoritetet, për shembull të Lidhjes Demokratike apo të Partisë Demokratike apo këtë rast Lëvizja Vendoese ndëgjon dhe i merr shumë parasysh sugjerimet që ka thotë Albin Kurti, por jo të Lidhjes Demokratike edhe të Partisë Demokratike. Nëse mundem vetëm një gjë të shtoj, në justifikimet që japin partitë pse s'ka koalicion nivel qendror, në deklaratat e tyre thuhet që antarësia jonë është kundër këtij koalicion. Këto e thot edhe Vetëvendosja, edhe LDK-ja dhe edhe PDK-ja. Andaj nëse vërtet ka një shkputje të autoritetit mes nivelit degës edhe nivelit qendror, këta kryetarë ose lider do duhet thonin që për disa degë ky koalicion është i papranueshëm me Vetëvendosjen. Përjashtonin disa. Po përderisa thirrën të antarësia, do më thonë janë qëndrimet partisë, ose vërtet janë qëndrime personale të tyre, që po e përdorin pastaj mekanizmin e partisë për ta marrë larg njëra tjetër. Pas profesor, po i bie që po veprojnë edhe partitë politike me standarde të dy fishta. Shumë fishta, jo të dy fishta, të shumë fishta, sepse një komunë janë me këtë, komunë mund bëhet në komunë. Për shembull, unë kam vretur, sidomos te partitë të PDK-ja të LDK-ja. Nga njerë të komunat e mëdha kanë rezerva, edhe shkojnë kë me çfarë koalicioni me lidh, por në komunat e vogla as të morën parasysh. Domthon, këta mund me bëni marrëveshje, me thonë nuk kemë mbështimi Lëvizjen Vendoese në Lëvizjen Vendoese, kurse elektorati ose njerëz strukturat që nuk janë në mënyrë direkte mbështesin një strukturë të tillë. Për shembull, mund ka ndodhur të shoh për sa ofmi ku ka qenë Lëvizja Vendoese edhe Lidhja Demokratike në vitit që një numër i madh i zyrtarëve të Partisë Demokratike kanë mbështetur koalicionin e Vetëvendosjes. Pavarësisht se PDK ka thonë që me mbështet Lidhjen Demokratike. Unë kam po për sa orë, unë kam dëgjuar që nuk ka qenë një çështje të tillë. Ose për shembull për komuna tjera, pe marr me shembull ku ka qenë ngora mes Agim Aliut edhe Muharrem Sfoçës, Lidhjes Demokratike. Lëvizja Vendoese ka mbështet kandidatin e Partisë Demokratike, domthon pavarësisht se çfarë qëndrime kanë pas. Po këtë kjo që i bie që fakti me të cilën na rrjedh nga subjekte politike, më shumë e bojnë për çështjen e opinionit publik, me thonë që nuk e mbështesme, se sa në realitet. Këta bile mashtrojnë në konsum të brendshëm. Këta bile mashtrojnë publikun e mashtrojnë elektoratin me të cilën kanë deklarojnë. Por niveli i tillë i qytetarëve dhe mendësia e qytetarëve, sepse nganjëherë këta edhe publikisht flasin për qëndrime të papjekura, të pamotur si lidera. Nganjëherë edhe armiqsojnë njerëzit duke deklaruar këta publikisht që thonë ne nuk i kemi mbështetur. Në fakt, këta çojnë mekanizma të tjerë dhe persona të tjerë që i thonë mbështetni këtë kandidat, sepse është shumë e rëndësishme të kaloj ky kandidat i partisë saktuar, por kemi rastin e Drenas, por edhe në Kaçanek, që njerëz e partijeve kanë mbështetur kandidat caktuar për kryetar komune, që ka qenë komplet struktura Partisë Demokratike në kundërshtim me qëndrime. Ju e keni pa në publik që në Drenas Ramiz Vllazosë mbështet nga strukturat një numër i madh i zyrtarëve të Partisë Demokratike. Edhe pse Partia Demokratike apo qëndrim, Bimli Krasniqi ka deklaruar publikisht që është ky kandidat i tillë. Po kemi pas individ dhe njerëz që kanë mbështetur Ramiz Vllazosën nga vetë subjekti i Partisë Demokratike që kanë qenë pjesë aktive në